Bravo! Zë Ministre, kjo palestër deri para pak kohësh ishte e zanën në mënyrë pa drejtë. Ka mulje jashtëzakonisht e drejtoresh bani të mujtën lirimin e palestrës. Po më thoje që ka qenë në gjithë kjo hapësirë e Xanun. Një e treta ishte e Xanun. Ishte e Xanun. E Xanun me çfarë? Ishte një ekip boksit, si mënyrë gati mënyrën pa drejtë e kishin marrë. Okej, ishte e Xanun prej privatëve. Ka qenë e Xanun prej privatit? Në hyrjen e kryetarit, sepse po bëhet edhe lirimi i hapësirës çdo objekt, as më tepër dhe kjo shkollë sa shkollë shumë e rëndësishme. Është bëhet lirimi i hapësirës që ishte zonë nga privati. Jemi përpjekur të çlirojmë hapësira publike që po ne vetë i zëm. Pa i shohim. Ne i zëm, edhe pastaj duhet kuptojmë që duhet i çlirojmë. Edhe mua më vjen shumë mirë që Bashkia Shkodër po e bën këtë me shumë shkolla, me universitetin, sepse janë hapësira që i rikthejmë. Po e hapim hapësirat publike dhe janë dy gjëra, një moment është me hap dhe pjesa tjetër është me investu dhe sa më shpejt me vënë funksionim. Ky është një rast shumë i mirë që është dhe kë kërkon bashkëpunim të shkollës edhe pa dyshim edhe të ministrisë që ka qenë e gatshme me bashkëpunim me bashkinë për ta bërë këtë investim. Janë shumë të kënaqur me sa kanë folur. Kemi bërë disa adaptime të projektit në funksion të shkollës. Kemi rujt jashtëzakonisht shumë, se është me shumë histori dhe ka një vlerë. Dhe na munduar që edhe bashkë me firmën kemi arritë që të ruajmë të gjithë detajet, nëse ishte më e vështirë për ta bërë kështu, për të ruajtur detajeve, për shembull tavani që mund të rrëzojë dhe kemi ndruar komplet duke rujt gjithë karakteristikat që ka pas ky ndërtesë, siç e tha aty, është nga më të bukurat, më historike, më me vlerë në shkollë. Edhe e di çfarë më vjen mirë se është ikonike si ndërtesë, është ikonike si histori për pjesën e historisë së arsimit, por edhe gjithë ju bashkë mësuesët edhe nxënësit ja keni mbajtur, rujt edhe rrit vlerat shkollës. Te muzeun e shkollës. Që keni bërë vetë? Po, bravo. Eksa me lloj pasionuar është mas historisë. Po, në të prezantojmë. Me shumë kënaqësi. Ky është himni i shkollës tonë. Po? I bërë nga Ernest Koliçi. Po. Edhe është në shkollat e rralla në Shqipëri që ka një himn. Shumë e bukur. Himni i gjimnazit shtetënuar. Me shumë kënaqësi. Shumë e bukur. Është shkruar geknisht. Po. E di shumë mirë. Unë jam mësuese letërsie në bazë. Agimi I gëzimit prej gjithë armënis, vraponi djel mosha, t'janë zerim Shqipnis, me rezet e dijes, ta ndrisim këtë që t'herimoj dendu, për shekur opnojnë, t'ja falim t'i kombi, pran verën e re, libuca ku gjaku maj pastër kullaj. Lumë, super! Janë punimet e nxënësve që bëhen tek Artezeje. Bravo. Duke qenë se ju në Shkodër, se prap dua ta them këtë gjë, duke qenë se ju në Shkodër keni shumë individ, janë artistë me shpirt dhe artistë me profesion. Me vendimin që morëm, keni mundësi drejtoresh tani t'i angazhoni. I caktoni vetë sa orë doni dhe keni mundësinë edhe t'i paguani. Kjo është shumë e rëndësishme dhe pagesa duhet jetë dinjitoze, se që t'jemi sinqert për një pak të ullët e kuptova që nuk motivoheshin. Ndoshta nuk motivoheshin as mësuesit, për shembull mësuesja e muzikës apo mësuesja e arteve, që të rri edhe 2 orë të tjera mbrapa dhe të punojë se është e lodhshme. Po ndërkohë mund të tërhiqni, mund të keni mësues në pension ose mësues në listën e pritjeve dhe këtu I drejtohem zyrës arsimore. Keni mësues në listën e pritjeve, të cilët mësues për shembull të biologjisë, të cilët mund vinë të bëjnë orë bujqësie, orë mjedisore. Pra, është shumë e rëndësishme tani të organizohet. Keni dhe mundësinë ligjore dhe mundësinë financiare. Vetëm bëje. I wanna live this life so it stays here
shej që jam shumë e impresionuar, shumë e mbresuar, do thonim në një shqipe të bukur, nga rezultatet e shkollës 28 nëntori këtu në Shkodër. Dua t'ju them që më keni një ndjekse shumë të rregullt në faqen sociale të shkollës. Unë i ndjek aktivitetet që ju bëni, punët që bëni, projektet, detyrat shkollore, ndjek aktivitetin e mësuesve të shkollës, qoftë ato që keni detyra pjesën e trajnimeve, po ndjek edhe gjithë aktivizimin tuaj në sidomos në ato projekte, të cilat nuk janë pjesë e detyruar e programit. Se ju futeni në mësim në orën 8 në klas, gjithë lëndët i keni detyrë për t'i bërë, e keni detyrë ndaj vetes, është investimi më i mirë dhe më i rëndësishëm që mund të bëni në jetë, por pasioni dhe përkushtimi nuk maten vetëm me orët e detyruara, maten edhe me pjesën tjetër që ju i jepni shkollës, që janë, për shembull, po shoh këtu disa fletpalosje shumë të bukura, klubi social, klubi matematikës, klubi biologjisë, klubi artit, dhe të gjithë klubi kimis, klubi i gocave, girl up, gjuhët e huaja, më vjen jashtëzakonisht shumë mirë që portofoli të gjitha aktiviteteve në gjimnazin tuaj është në nivelin më të lartë. Unë nuk e dia e dini ju, po gjimnazi juaj është krenari kombëtare. Deja është maturante në shkollën 28 nëntorit. Deja baroni provimet e maturës bashkë me shokët, dhe cilat janë planet e tua? Atëherë, unë pasi të paroj provimet e maturës, pres që të përgatitem për të kaluar pastaj ngushtë në Universitetin e Harvardit. Shpresoj që të shkojë gjithçka sa më mirë. Këta janë nxënësit e shkollës shqiptare, të gjithë këto vajza e djem që shikoni këtu në Shkodër, të tillë ka plot kudo në Shqipërinë, edhe më vjen shumë mirë që Deja sapo e konfirmoi që për çdo vajzë apo djalë që del nga shkolla jonë, që del nga këta mësues, edhe nga kjo histori e arsimit dhe nga ky përkushtim dhe pasion, ka një mundësi të hapur. Është shumë e rëndësishme të ndrosh, por është akoma më e rëndësishme të punosh për ta realizuar ëndrrën. Siç thoshte Walt Disney, midis ëndrrës dhe realitetit ndodhet projekti. Ti ëndrrën e ktheve në projekt dhe sot e ke realitet. Still burns your name.